Pse I themi Pjetër Bogdanit ekstremist mesjetar? Pikrisht në librin e tij Qeta e Profetëve, nga në që ka thonë. Kurse si me gjak pra, me shpatë, dhe vetëm me shpata do të shlyhen gjurmët sakrilegjet Kur'anit. Çfarë nga? Që është në librin e Pjetër Bogdanit. Edhe një herë fjalën. Kurse si me gjak pra, dhe vetëm me shpata do të shlyhen gjurmët sakrilegjet të Kur'anit. Mos ringathët, thot, as I ploksht palad në kotësi, duke ecur rrugëve të Citares, armatose dorën bujare dhe lufto në dobi të besimit. S'po në dobi të kombit, po në dobi të besimit. Thot, pupla tua do t'jenë pastaj, aty ku vardari I pledhur, vardari është lumi, që kanë bo kërdi, Austro-Hungaria, rrjedh nga dal lugina gjelbrore, pran këmbëve të Shkupit, atë bot kur stremba I Bogdani madh, që të therte me atë stil të lartë, para rendësin e denjt Muhamedit pa fe, atë fe muslimane, sa e qëllon që të bie në shpat besimtar të saj. Do të shëndrohet më në fund hëna në kryq, me luft dhe xhamit e pa fe në tempo I të bekuar. Më thonë, shiko çfarë gjuhë ka pas I tilli. Me këtë gjuhë, sot ky çka quhet ky? Ky quhet ekstremist mesjetar. Këto I keni librin e Pjetër Bogdanit, që po thret në gjak. E ju po na tregoni për paqe? Jo. Na I dim këto sene. Vetëm duhet me sensibilizu masën me I kallëzu miletit. Mos ju besoni rrenave të tyre. Po merrni vetë librat e studioni këqyrni. Që ato çka ju thënë.